Rikthehet pas 30 vitesh në Gjirokastër sporti ping-pongut, një traditë e hershme që rizjohet pas një kohe relativisht të gjatë. Prej 2 ditësh po zhvillohet kampionati kombëtar i ping-pongut për U15 dhe U19, organizuar nga Federata Shqiptare e këtij sporti. Janë 12 ekipe dhe rreth 70 lojtarë që garojnë mes tyre njëri tjetrit, ku fituesit e 3 vendeve të para do të kenë mundësi të jenë pjesë e kampionatit ballkanik. Pavarësisht se ky është kampionat që zhvillohet në Gjirokastër, ekipi luftëtarit nuk është më pjesëmarrës pasi ky sport nuk po praktikohet në qytetin e dhe nuk ka ekip përfaqësues ende, por me këtë rikthim do të jepet një dorë zhvillimit dhe formimit të një ekipi vendas si para 30 vitesh. Në Gjirokastër është kampionati i parë që organizohet mbas 25-30 viteve i ping-pongut për moshat U15 dhe U19. Menduam që këtë mosha është e mira që të bëhen në Gjirokastër, që të afrojmë sa më shumë të ri, sa më shumë nxënës shkollash, që të largohen nga telefonat dhe të bëjnë sport. Sporti i ping-pongut, siç e dini, është një sport mjaft i bukur. Kjo në lidhje shoqërore, është sport i lehtë për të luajtur, luhet nga të gjithë, është atraktiv. Edhe menduam që ta afrojmë edhe këtë situatë për ping-pongun e Gjirokastër. Njëkohësisht është edhe marketing, ose të bëjmë një publicitet e ping-pongut në këtë qytet që e ka pas traditë ping-pongut para viteve 90. Kjo është dita e dytë që luajnë moshat 19 vjeçare, dje kanë luajtur moshat 15 vjeçare dhe kanë dalë kampion të Shqipërisë. Sot është për 19 vjeçare. Faktikisht sot do të kampioni i Shqipërisë për të rritur Aron Koni, që do të janë ping-pongista, janë me vlerë, kanë nivel dhe marrin pjesë edhe në aktivitetet ndërkombëtare. Kështu që do të jetë një spektakël edhe për tifozërinë e Gjirokastës dhe për fëmijët që mund të vinë sot që kanë ditë pushime dhe ta ndjekun sportin e ping-pongut. Patjetër mendojmë, atë ne jemi në një bashkëpunim, kemi bërë një takim me kryetarin e bashkisë, i cili ishte shumë i gatshëm për ta mbështetur ping-pongun si një sport i lehtë edhe i bukur. Është një sport i thjeshtë që nuk don shpenzime, kërkon vetëm angazhime. Ne rëmë dakord që të bëjmë edhe një kurs trajnimit për mësuesat e fizikulturës, që me një projekt që e ka Kokshi, Komiteti Olimpik Shqiptar, që na ka mbështetur, që të blejmë 60 tavolina dhe të shpërndajmë nëpër shkolla 9 vjeçare. Jo se janë të gjitha për Gjirokastër, po janë për gjithë Shqipërinë, po dhe Gjirokastra do të ketë pjesën e vet. Krahasuar me qytete të tjera, por edhe për gjatë këtyre ditëve ka pasur interesim nga ana e Gjirokastrit për normal, unë kam parë sportista, sidomos kalamajt, kurse për moshat e rritur përse që ka pasur lëvizje gjeografike dhe kanë lëvizja norta nuk janë në Gjirokastër, që të takojmë edhe të bëjmë. Por unë mendoj që do të jetë një diçka e bukur, një risi për Gjirokastër me këta ambiente mjaft të bukura që ka pallati i sportit, që ne në përgjithësi si ping-pong hasim vështirësi se na çellon të bëjmë gjithmonë të shtunë diela garat, por që ka edhe basketboll dhe voleybol. Kjo ishte një mikpritje nga Bashkia e Gjirokastër, që cilin ne falenderojmë shumë. Interesi nga të rinj për ushtrimin e këtij sporti, po një rritje nga viti në vit dhe zhvillimi i këtij kampionati në Gjirokastër konsiderohet edhe një lloj sensibilizimi që edhe në këtë qytet të fillojë ngritja e ekipit të ping-pongut që vite më parë regjistronte një numër të lartë sportistësh që lanë gjurmët e tyre.